Një sulm ajror izraelit goditi të dielën në spitalin Nasser në Khan Younis, duke vrarë Ismail Barhom, kryeministin e ri të Hamasit, i cili sapo kishte marrë detyrën. Sipas burimeve zyrtare palestineze, sulmi shkaktoi dhe vdekjen e një 16 vjeçari, i cili ishte në fazën e rikuperimit pas një operacioni, si dhe plagosjen e disa personave të tjerë. Hamasi cilësoi sulmin si një akt barbar, duke akuzuar Izraelin për shkelje të drejtave ndërkombëtare dhe për vrasjen e civilëve të pafajshëm. Nga ana tjetër, ushtria izraelite e konfirmoi sulmin duke pretenduar se Barhom përdorti spitalin si bazë operacionale. Sipas autoriteteve izraelite, eliminimi i tij është pjesë e një strategjie më të gjerë për të dobësuar udhëheqjen dhe kapacitetet ushtarake të Hamasit. Ky sulm vjen pasi valet e goditjes ajrore të Izraelit në Gaza, që ka shkaktuar 10 viktima, mes tyre gra dhe fëmijë. Ndërkohë tensionet në rajon mbeten të larta, ndërsa Hamasi ka kërcënuar me hakmarrje të ashpër pas vrasjes së liderëve të tij kryesor. Kjo është hera e katërt brenda një jave që antar i lartë i byros politike të Hamasit vritet nga sulmet izraelite. Ndërsa luftimet vazhdojnë, komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ndalimin e dhunës dhe gjetjen një zgjidhje për krizën humanitare në Gaza.